Përshëndetje miq, ju ftoj të ndjekim horoskopin me atë që thonë yjet cila është ngjyra me fat koha me fat. Si dhe këshilla e ditës për secilën shenjë. Fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë. Sot, i dashur dash, intuita jote për kohën e duhur është më fortë se zakonisht. Planet dhe ide që ke për jetën tënde të përditshme, si puna, shtëpia apo detyrat e vogla, po vinë në vendin e vet nuk je thjesht në një fazë organizimi, por në një fazë veprimi. Dëshira për të bërë ndryshime konkrete dhe për të ecur përpara është më e fuqishme se kurrë. Dhe njerëzit përreth teje duket se janë më të hapur për të ndjekur rrjedhën që ti udhëheq. Je në një gjendje mendore ku çdo pengesë mund të kapërcehet. Sot është dita për të zgjidhur një çështje që të ka penguar kohët e fundit. Mund të jetë një detyrë që ke shtyr, një çrregullim në shtëpi, apo një projekt pune që ka ngecur. Sido që të jetë, ke forcën dhe vendosmërinë për ta çuar deri në fund. Jeta profesionale dhe ajo familjare janë dy fusha ku mund të ndjesh përmirësime të dukshme. Je më i lidhur emocionalisht me atë që po bën, dhe kjo i jep energji dhe kuptim veprimeve të tua. Ka një balancë mes logjikës dhe zemrës që të shtyn drejt rezultateve konkrete dhe të qëndrueshme. Shfrytëzo këtë valë pozitive për të përmirësuar hapësirën tënde, rutinën apo marrëdhëniet në shtëpi. Nëse ke projekte që kërkojnë kreativitet, qoftë diçka artistike apo thjesht një mënyrë më e zgjuar për të zgjidhur një problem, sot mund të vijë një ide brillante. Mos hezito ta ndjekësh. Kreativiteti, shkëlqyeshëm dashuria, mirë karriera anë biznesi, shkëlqyeshëm ngjyrat me fat, e kuqja dhe portokallia koha me fat, 10-00-12. 00 paradite këshilla e ditës. Vepro sot me vendosmëri dhe qetësi. Kur zemra dhe mendja punojnë bashk, mund të arrish gjëra të mëdha. Demi hëna kalon të gjithë ditën në shenjën tënde, i dashur dem. Dhe kjo do të thotë se ndjenjat e tua kanë ndikim të madh, jo vetëm për ty, por edhe për energjinë përreth. Sot ke një shtysë të brendshme për të bërë diçka më shumë, për të arritur objektiva që ndoshta i ke lënë pezull ose që të kanë sfiduar deri tani. Energjitë qiellore të kësaj dite të shtyn drejt veprimit dhe vendimeve të guximshme. Ndihesh më i sigurt për të shprehur veten. Aftësia për të komunikuar me qartësi dhe krijimtari është e lartë, gjë që mund të të ndihmojë si në marrëdhënie, ashtu edhe në projekte personale. Nëse ke pasur një keqkuptim me dikë, sot është dita ideale për ta zgjidhur. Nëse ke ëndra apo plane që kërkojnë guxim për të ndjekur, sot është momenti të marrësh hapin e parë. Biseda që mund të zhvillosh sot mund të jenë më të thella, më pasionante, por njëkohësisht edhe të shoqëruara nga një ndjesë lozonjarie. Do ndjesh se komunikimi është më natyral, dhe nga këto shkëmbime mund të lindin ide të reja. Miqësi apo edhe marrëveshje që të sjellin më afër objektivave të tua. Ka mundësi që sot të marrësh një lajm të mirë apo një informacion që të jep besim në veten dhe të ardhmen. Mund të jetë diçka që lidhet me karrierën, financat, ose një përkrahje që nuk e prisje. Me një qëndrim të guximshëm dhe të hapur, mund të kalosh pengesa që më parë të dukeshin të frikshme. Kreativiteti, shkëlqyeshëm dashuria, mesatare karriera anë biznesi, mirë ngjyrat me fat, jeshile e thellë dhe kafe e ngrohtë koha me fat, 13, 30-15. 00 pasdite këshilla e ditës. Mos i shmang sfidat, sot ke forcën t'i përballosh dhe t'i kthehesh çdo situate në favorin tënd. Beso më shumë tek instinkti yt. Binjakët sot hëna ndodhet në zonën e privatësisë dhe reflektimit për ty, i dashur binjak. Dhe kjo sjell me vete një nevojë të thellë për qetësi, rikuperim dhe rigjenerim të shpirtit. Je më i tërhequr drejt aktiviteteve që ushqejnë brendësinë tënde, qofshin ato momente vetmie, meditimi apo kujdesi për shtëpinë dhe familjen. Por përveç kësaj energjie të qetë, lëvizjet planetare të ditës i japin një shtysë pozitive çështjeve të rëndësishme si parat, siguria dhe mirëqenia familjare. Sot nuk ndalesh vetëm në mendime, je i gatshëm të veprosh. Ke shumë ide, por për herë të rrallë, je edhe gati t'i zbatosh ato. Është një ditë e shkëlqyer për projekte të lidhura me shtëpinë dhe familjen. Je i zhdërvjellët, praktik dhe krijues, një kombinim ideal për të zgjidhur probleme që më parë duken të vështira. Entuziazmi për të rritur të ardhurat dhe për të përmirësuar jetën personale është në kulm. Çdo gjë që të jep ndjesinë e sigurisë dhe stabilitetit ka rëndësi të veçantë sot.
Energjia që të shtym përpara është e fuqishme dhe e qartë. Hapat që dikur duken të paqarta tani janë më të dukshme. Është momenti për të bërë përparim dhe për të lënë pas çdo pasiguri. Kreativiteti, shkëlqyeshëm dashuria, shkëlqyeshëm karriera anë biznesi. Mirë ngjyrat me fat, blu e lehtë dhe argjend koha me fat. 10-00-12 00 Këshilla e ditës. Jepi përparësi shëndetit tënd mendor dhe sigurisë tënde emocionale. Qetësia e brendshme është themeli për suksesin e jashtëm. Gaforja sot hëna ndodhet në sektorin tënd shoqëror, e dashur gafore. Dhe kjo sjell një nevojë të fortë për t'u lidhur me njerëz që ndajnë ëndrat, idealet dhe qëllimet e tua. Kjo është një ditë e mbushur me frymëzim, ku dëshira për të kontribuar në diçka më të madhe se vetvetja bëhet më e theksuar. Mund të ndjesh një shtysë për të qenë pjesë e një grupi, komuniteti apo ideje që ka rëndësi për ty. Energjia e ditës të favorizon në mënyrë të veçantë në komunikim, je plot hijeshi, por edhe me synime të qarta. Kjo e bën ditën ideale për të prezantuar një ide apo projekt tëndin. Mund të gjesh përkrahje nga njerëz që nuk i prisje, dhe të zbulosh mundësi në vende ku të tjerët nuk shohin asgjë. Instinkti yt për të kapur momentin është jashtëzakonshëm sot. Nëse je i përfshirë në gara, konkurrencë apo sfida profesionale, sot je më i mprehtë dhe më i motivuar për të fituar. Gjithashtu, mund të marrësh një lajm të mirë apo të bësh një bisedë që do të sjellë përfitime afatgjata. Është gjithashtu një kohë shumë e mirë për të ndërtuar ura, për të treguar tolerancë dhe për të vlerësuar mendimet e të tjerëve. Kjo qasje të sjell më pranë qëllimeve të tua dhe forcon lidhjet njerëzore. Ndihesh më i hapur, më i sinqert dhe kjo të ndihmon të fitosh respektin e të tjerëve. Kreativiteti, mirë dashuria, mirë karriera anë biznesi, mirë ngjyrat me fat, vjollë cebut dhe blu qielli koha me fat, 16 00-18 00 Këshilla e ditës. I hapur dhe falenderues sot, bashkëpunimi sjell mundësi që mund të ndryshojnë të ardhmen. Luani sot, hëna të nxit të ushesh ambicjet e tua, i dashur Luan. Je më i vetëdijshëm për ndikimin tënd, reputacionin dhe imazhin që përcjell të tjerët. Kjo vetëdije mund të motivojë fuqishëm për të marrë hapa konkrete drejt përmirësimit të kushteve të tua, qofshin ato materiale, emocionale apo profesionale. Energjia e ditës të ndihmon të identifikosh më lehtë se zakonisht çfarë po të pengon. Qofshin këto zakone që të shpërdorojnë kohën apo frikëra që të mbajnë pas. Sot mund të vendosësh t'u japësh fund atyre, qoftë edhe me një hap të vogël, por domethënës. Një ndryshim i vogël në mendësinë tënde mund të sjellë një transformim të madh në të ardhmen. Në mënyrë të veçantë, puna vullnetare, ndihma ndaj të tjerëve apo aktivitetet larg syve të publikut mund të sjellin paqe dhe kënaqësi të thellë. Është koha të reflektosh dhe të shërohesh nga brenda, ndërsa bën plane për hapa të rinj dhe të mençur. Nëse gjen pa kohë për të pushuar, për të qëndruar vetëm me mendimet e tua apo për të shkëputur nga situata të lodhshme, do ndjesh një rigjenerim të menjëhershëm. Madje gjatë këtyre momenteve qetësie, mund të lindë një ide shkëlqyer, një rrugë e re që të çon drejt rritjes së të ardhurave ose sigurisë personale. Kreativiteti, mirë dashuria, mirë karriera anë biznesi, mirë ngjyrat me fat, e ardhë dhe jeshile ulliri koha me fat, 11-30-13 00 Këshilla e ditës. Mos e nënvlerëso fuqinë e heshtjes dhe reflektimit, aty fshihet përgjigja që ke kërkuar prej kohësh. Virgjëresha, besimi në marrëdhëniet e tua forcohet, dhe kjo energji të shtyn të ringjallësh projekte të vjetra ose ide që dikur I kishe lënë pas dore. Mund të vijë ndërmend një zgjidhje e papritur që shpëton një plan nga dështimi, ose thjesht rifiton entuziazmin për një qëllim të rëndësishëm për ty. Prirja jote për të parë mundësi edhe atje ku të tjerët shohin pengesa është e theksuar sot. Marsi në shenjën tënde bashkëpunon me Jupiterin në sektorin tënd shoqëror, duke e bërë këtë një moment të shkëlqyer për të vepruar qoftë për të përmirësuar veten, për të zhvilluar ide, apo për të ndërmarrë hapa drejt rritjes personale dhe profesionale. Fuqia jote qëndron te vizioni dhe vendosmëria. Jo vetëm që je gati të ndërmarrësh iniciativa, por edhe I mendon mirë lëvizjet e tua. Kjo të ndihmon të jesh më efektiv dhe të arrish më shumë me më pak përpjekje. Të tjerët e vërejnë këtë.
Ata të mbështesin, të vlerësojnë dhe të besojnë sepse ndjejnë sinqeritetin tënd. Shfrytëzo këtë ditë për të ndërtuar ura, për të hapur diskutime të rëndësishme dhe për të bërë përpara me vetbesim. Kreativiteti, shkëlqyeshëm dashuria, mirë karriera anë biznesi, mirë ngjyrat me fat, blu deti dhe bezh koha me fat, 09 15 11 00 këshilla e ditës. Mos haro që idetë më të mëdha lindin shpesh nga rastësitë më të vogla, beso në intuitën tënde sot. Peshorja sot mund të marrësh mbështetje nga vende të papritura, e dashur peshore. Ndoshta dikush që nuk e kishe menduar, një mik i vjetër apo një bashkëpunëtor në prapasken. Del në ndihmë në momentin e duhur. Është një ditë e fortë për të bërë përparime në karrierë, sidomos në mënyra të qeta e diskrete. Nuk ke nevojë të bësh zhurmë për të fituar respekt. Reputacioni yt sot rritet fal ndershmërisë dhe mënyrës së matur se si e trajton çdo situatë. Shefat apo figurat autoritare të shohin si dik me integritet, dhe kjo mund të sjellë përfitime afatgjata. Në dashuri, një interes romantik mund të tregojë ndjenja në mënyrë të kujdesshme, por të sinqertë. Mund të mos jetë shumë e dukshme, por shenjat janë aty për t'u lexuar. Me Marsin në sektorin tënd të privatësisë, karizma jote është më e heshtur, më e fshehtë, por njëkohësisht më joshëse. Mistikja jote është ajo që të dallon sot. Kjo është një ditë e favorshme për të qëndruar i përqendruar në qëllimet e tua, për të punuar prapas skenave dhe për të forcuar pozitat në mënyrë të zgjuar dhe të kujdesshme. Kreativiteti, mirë dashuria, mirë karriera anë biznesi, mirë ngjyrat me fat, e bardha perle dhe jeshilja e ullirit koha me fat, 13, 40, 15. 15 këshilla e ditës. Fjalët nuk janë gjithmonë të nevojshme për të lënë përshtypje sot, qetësia jote flet më shumë se çdo fjalim. Akrepi sot, një informacion apo frymëzim që të vjen në mënyrë të papritur mund të shërbejë si udhërfyes për të ndjekur një rrugë më të pavarur, i dashur akrep. Kjo është një ditë e mirë për të ndjekur një kauz që të frymëzon apo për të ndihmuar një mik. Këto përvoja mund të sjellin një ndjesi të thellë për mbushje shpirtërore. Je më i apasionuar dhe entuziast për një ëndër, një ide ose një besim që ka filluar të marrë formë në mendjen tënde. Shokët ose bashkëpunëtorët mund të hapin dyer për mundësi të reja që të ndihmojnë të zgjerosh horizontin. Përmes tyre mund të njohësh perspektiva të reja që ndryshojnë mënyrën si e shikon botën dhe jetën. Sot ka potencial për takime me ndikim. Njerëzit që takon mund të luajnë rol të rëndësishëm në të ardhmen tënde. Prandaj mos u tërhiq. Bëhu i hapur ndaj lidhjeve të reja, sepse shoqëria dhe mbështetja nga të tjerët mund të japin një nxitje të fortë vetbesimi. Kreativiteti, mirë dashuria, mirë karriera anë biznesi, mirë ngjyrat me fat, blu mbretërore dhe zezë koha me fat, 11, 50, 13, 30 këshilla e ditës. Merr iniciativën për të zgjeruar rrethin tënd social, një lidhje e re mund të ndryshojë drejtimin e jetës tënde. Shigjetari sot është një ditë e mbushur me energji pozitive dhe mundësi të reja, i dashur shigjetar. Lëvizjet qiellore të kësaj dite të ndihmojnë të gërshetosh idetë me veprimin. Çka sjell rezultate konkrete? Mund të zbulosh mundësi aty ku më parë nuk i ke parë. Dhe kjo vjen fal mendjes tënde të hapur dhe shpirtit të lirë që të karakterizon. Je në një pozitë të favorshme për të ndjekur qëllimet e tua me vetbesim dhe qartësi. Sot dallohesh për burimet e brendshme që aktivizohen fuqishëm dhe të japin epërsi në situata të rëndësishme. Mund të përforcosh marrëdhënie me një figurë autoriteti, një prind apo e pror, ose të vendosësh themelet për diçka që do të ndihmojë të ecësh përpara në mënyrë të qëndrueshme. Koha është e artë për marrëveshje biznesi dhe bashkëpunime të dobishme. Dikush mund të ofrojë ndihmë morale apo financiare, dhe kjo vjen fal mënyrës se si ke reflektuar integritet dhe besueshmëri. Nga ana romantike, je karizmshëm dhe je hapur për lidhje më të thella. Energjitë e ditës rrisin vetbesimin dhe ushqejnë optimizmin tënd të lindur. Kreativiteti, i shkëlqyer dashuria, e shkëlqyer karriera anë biznesi, e shkëlqyer ngjyrat me fat. Portokalli e ndezur dhe gri e ngrohtë koha me fat, 10, 0011, 40 këshilla e ditës. Mos hezito të kërkosh ndihmë, mbështetja që vjen sot mund të hapë rrugë të reja në jetën tënde personale dhe profesionale. Britsjapi sot është një ditë ideale për të thyer rutinën, i dashur britsjap.
Të bësh diçka ndryshe, sado e vogël të jetë, mund të sjellë një ndjenjë çlirimi dhe frymëzimi. Lidhjet me të tjerët janë thelbësore, qoftë në bashkëpunim profesional apo në marrëdhënie personale. Ndihesh më produktiv dhe je përmbushur kur vepron në bashkëveprim. Një aventurë e vogël, qoftë një udhëtim i shkurtër, një bisedë e thellë apo një eksperiencë e re, mund të të jap ndjesinë e fuqizimit dhe rritjes. Një person i veçantë mund të të ndihmojë të shohësh botën nga një këndvështrim i ri. Këmbimi i ideve dhe bindjeve personale forcon një marrëdhënie ekzistuese ose hap dyer për një lidhje të re më kuptimplot. Kjo është gjithashtu një kohë e mirë për të dhënë ndihmë, por edhe për të pranuar ndihmën e të tjerëve. Ndjen se je në një udhë përmirësimi dhe rritjeje, qoftë në jetën shpirtërore, profesionale apo emocionale. Mos hezito të ndash atë që mendon, pasi komunikimi sot mund të jetë çelësi i magjisë. Kreativiteti, i mirë dashuria, e mirë karriera and biznesi, e mirë ngjyrat me fat, blu qielli dhe Leila e but koha me fat, 14, 10-15, 45 këshilla e ditës. Hapja ndaj eksperiencave të reja është çelësi për të gjetur drejtimin e duhur dhe për të ndjerë ekuilibër të brendshëm. Ujori sot të shoqërojmë biseda ndriçuese dhe ide interesante, i dashur ujor. Mund të përfshihesh në kërkime të thella, diskutime të pasionuara apo thjesht të ndjesh një dëshirë të fortë për të gjetur përgjigje. Zgjidhjet për probleme që të kanë shqetësuar mund të shfaqen papritur dhe të japin ndjesinë e fuqizimit dhe qartësisë. Energjitë e ditës favorizojnë mendimin afatgjatë dhe planet e mëdha. Edhe pse hëna ndodhet në shtëpinë tënde të katërt, duke theksuar nevojën për stabilitet emocional dhe siguri, ti je plot energji dhe gati për veprim. Nuk pret që gjërat të ndodhin vetë. Je në gjendje t'i krijosh mundësitë me duart e tua. Një projekt i veçantë që ke pasur në mendje mund të tregojë shenja konkrete për parimi sot. Kjo të mbush me shpresë dhe vendosmëri. Lidhjet familjare apo ambienti i shtëpisë mund të jenë një burim frymëzimi dhe qetësie ndërsa ti kanalizon energjinë tënde në drejtimin e duhur. Kreativiteti, i mirë dashuria, e mirë karriera and biznesi, e mirë ngjyrat me fat, gri e ndritshme dhe jeshile livando koha me fat, 11, 30-13, 00 këshilla e ditës. Mos nënvlerëso fuqinë e një bisede të sinqertë, ajo mund të ndryshojë drejtimin e mendimeve dhe vendimeve të tua. Peshit, një marrëdhënie, romancë apo projekt krijues mund të tregojë sot shenja të qarta për parimi dhe zhvillimi, i dashur pesh. Planetët po të shtyjnë të ndjekësh zemrën me guxim, dhe për këtë po korr frytet. Po krijon fatin tënd përmes veprimit të sinqertë dhe pasionit të vërtetë. Mund të ndihesh më i gatshëm për të shprehur dashurinë apo ndjenjat e tua, dhe kjo e bën ndikimin tënd edhe më të fortë tek të tjerët. Dikush mund të luajë rolin e mbështetësit në jetën tënde sot, duke të rritur vetbesimin dhe duke të dhënë ndjesinë se je në drejtimin e duhur. Bashkëpunimet janë të favorizuara dhe lidhjet shoqërore ose dashurore mund të marrin kthesa pozitive. Edhe një lidhje e rastësishme mund të bëhet më e thellë, ose mund të ndihesh thjesht më i sigurt dhe i kënaqur me raportet që ke. Energjitë e ditës të ndihmojnë të tërheqësh rreth vetes njerëz, ide apo mundësi që të frymëzojnë për të ecur përpara. Ky është momenti për të shfaqur anën tënde më të ndritshme dhe optimiste. Të tjerët do ta ndjejnë dhe do e vlerësojnë. Kreativiteti, i mirë dashuria, e shkëlqyer karriera and biznesi. E mirë elementi i ditës, uji që rrjedh lirshëm si ndjenja që nuk duhen mbajtur brenda. Këshilla e ditës, mos i frikëso ndjenjat e forta, janë ato që të çojnë drejt thellësisë së vërtet emocionale dhe krijuese.